Nëse një erë nuk frynë rastësisht, nëse një erë nuk qënë pluhë rastësisht, asë një thërmi e këti pluhëri nuk ngritet rastësisht, por me lejen e Allahu xhallahu dhe urtësinë e tij, nëse asë një pikë shiu nuk bie rastësisht, po bie me lejen e Allahu dhe dijen e Allahu xhallahu dhe din Allahu pse e lëshon, nëse gjitha këtu nuk janë rastësisht, çka mundësi me kon njeriu si krijesa kryesore këtij kosmosi rastësisht? E pamundshme është. Andaj gjithçka ka funksion dhe ka rol. Prandaj ti e din rolin e erës, po shkencëtarët shpjegojnë era ka këtë rol. Shkenca e din çfarë roli ka për shembull edhe? Çfarë roli ka kanrat, e din? Shkenca e din çfarë roli për shembull kanë anijet. Dihet shpjegohet anija është për këtë çundërtot, apo? Mirë, i dim rolin e shërbëtorëve, e dim rolin e shërbëtorëve, dhe nuk e dim rolin ton. Pse na shërbejnë këto krijesa apo? A është absurde? Është absurde, padyshim. Është absurde, padyshim. Para mënani për shembull të ndodhë vëllazër, çdo ti do më ndërtu diçka. Çdo punëtor e din rolin e vet, ama veç ti që i ke thirrë nuk din çka po ndërtohet. A është logjikshme? Krejt din, njëri din ka më ndërtu këtë mur, ti ka më ndërtu kulmin, ama çka rresh po ndërtohet veç ti që i ke thirrë nuk din. S'është logjikshme kjo punë valla. Jo ti mas pari ti din çka ki më ndërtu. Ku ki më ndërtu, çka duhet, pse duhet, tani i thirr tjetër me çfarë? Po si ti po më ndërshme, e çka më ndesh? Çështë ka një mur i bën tani kështu çapo me këto mura apo? Jo, më ditë fillim çka kemi me këto mura. Fillim të më ditë çfarë konsulti kam pas, çfarë obedi kam me kon, çfarë funksione kam pas. Andaj na e dina shkenca në saktësisht rolin e shumë krijesave, ndërsa asnjë nuk tregon çfarë roli ka njëri atë. Njëri është rastësisht. Këtë kanë rol, këtë kanë funksion, ama njëri është kaotik. S'ka qëllim. Çfarë do të bën atë? Është absurd.